Nëse keni rrudha të theksuara në zonën anash syri, do të thotë që në këtë zonë qarkullimi i gjakut nuk është i mjaftueshëm. Rrjedhimisht, më pak oksigjen, më pak nutrient, si edhe muskulli rrethor në këtë zonë të syrit është i tkurrur, është i ngurtësuar. Si ta çlirojmë tensionin në muskull dhe si ta rrisim qarkullimin e gjakut në këtë zonë dhe si t'i japim pak dritë syve. Do kalojmë të dyja duart në këtë pozicion. Njëra dorë lart dhe tjetra poshtë. Do ushtrojmë pak, shumë pak presion dhe do fillojmë t'i tërheqim në drejtime të kundërta, pra duket sikur po i ndajmë nga njëra tjetra. Në këtë formë neve po që tensionojmë, po largojmë stresin e akumuluar në këtë zonë të muskujve dhe po nxisim qarkullimin e gjakut. Në fund të ushtrimit do vini re që syri këtej është më i hapur se sa syri këtej. Bëni të njëjtin ushtrim dhe në anën tjetër.